Ky është varietet i vonë, është quhet Regal, fillon vjelja në mes shtatorit edhe deri në dhjetor. Arrim, domethënë që kemi arritur me ta vjel. Sa hektar keni komplet? Diku dhe 25 hektar. Shitet i gjithi? Po, është shitur i gjithë. Po edhe në eksport, edhe tregun vendas, në Kosovë që ka ikur, Maqedoni, Malzi. Sa kohë që merresh ti me buzëqin? Në vreshtin e parë kemi mbjellë në 2019 dhe deri më sot. Besoj që duhet dhe mekanik. Po, pa diskutim. Sa keni mjete? Po, mjete kemi diku të 6 traktora. Çfarë duhet si mekanik shtes? Botat e spërkatjes domethënë që na duhen më të mirë. Turbinat e reja na shkurtojnë shumë punë, zitorat e rinj patjetër. Unë do të kërkoja në mënyrë të drejtë për drejtë të nxitja aplikimin tuaj në skemën kombëtare. Sepse edhe vitin e kaluar bëm një skemë kombëtare në muajin tetor ku i dhëm shumë fokus mekanikës bujqësore. Këtë vit koha për aplikim do jetë pak më gjatë me aprovimin e aktit normativ të njëshuar për të filluar aplikimet, bashkë me garancinë sovrane, bashkë me kredinë e but, do kemi mundësi që nga një korriku deri në 30 shtator, të kemi jo vetëm grant të 50% për çdo mekanik bujqësore, por edhe ju vetë të shkoni në banka, do keni edhe mbështetjen tonë, që banka brenda politikave të saj të riskut të japi kredi me 2%. Bashkë me mbështetjen e gjithë strukturave, AZBR e tjerë institucione, fillojmë aplikimin për kredinë e but, për grantin, për garancinë sovrane, sepse është e nevojshme që ne të automatizojmë proceset dhe dalim në kontrakt dhe të rrisim cilësinë